Ripërtrirje organizmit. Ripërtrirje organizmit. Ripërtrirje organizmit. Pra gjithë secili që ka shumë okej me dhuru gjak, se pas kemi benefite edhe për vete. Automatikisht mrena në organizëm fillojnë me të kriju rruzat e reja gjakut edhe krejt është në rregull. Edhe është ajo ndjenja që ti përshpëton një jetë që nuk përshkruhet me kurrë. Po, aspekti etik, ndjenja e mirë pa dyshim. Por në aspektin shëndetësor, do të thonë ripërtrirjet organizmit. Nuk e harroj një thënie që e kom dëgjuar me një kongres. Lotët e një nane nuk munden me shpëtu fëmijën e saj, mirë po gjaku juaj mundet. Shumë e vlerë. Veç ajo ndjenja që ti me atë gjak dikush po fiton një jetë të re. Mas jemi në javën e dhurimit, i kisha lutë të gjithë njerëzit e vullnetit mirë, cilët gëzojnë shëndet, edhe i plotsojnë krejt ato kriteret e dhurimit, me ardhë në qendrën tonë, ose ku jemi na si ekip mobile, me u bashkangjit, edhe me dhuru gjak për një të ardhme më të mirë të smurve në spital edhe çdo kënd tjetër.